Shëndeti mental, konkretisht edhe në komunitetin tonë, është dhe do jetë një nga sfidat më të mëdhaja në vitet që vijnë. Dhe tani flitet shumë për deficitet dhe pasojat e rënda që dalen nga mosmirëmbajtja e shëndetit mental. Dhe kjo 3 ditë heshtje, 7 ditë heshtje, krahas shumë benefiteve tjera, ka të bëjë drejt për drejt me shëndetin mental që nënkupton një nivel të gjendjes psikologjike të sistemit tonë. Dhe nëpërmjet kësaj heshtje ndodhin disa gjëra. Para, mësohemi që ta qetësojmë mendjen. Mendja njeriut, pra një mendje rëmujshme e kësaj kohe dinamike, është krijuesi kryesor i problemeve në jetë. Nëse mendjen ne nuk arrijmë që ta qetësojmë, ajo do na marrë neve përpara dhe mendja e njeriut nuk është e konceptuar që neve të na bëjë të lumtur, të na sjellë paqe shpirtërore. Kto janë atribute të shpirtit, kto janë atribute të heshtjes dhe qetësisë. Mendja e njeriut ka për detyrë që neve të na sigurojmë mbijetesur duke përdorur aftësinë e saj analitike. E para do me thonë mësohemi ta qetësojmë mendjen. E dita, kur e qetësojmë mendjen, krijojmë një qartësi të brendshme. Ne fillojmë të shikojmë brenda vetes, fillojmë ta kuptojmë më mirë veten tonë. E treta, ne bëhemi më të fortë për të përballur me sfidat të cilat na ofron shkolla e jetës në mënyrë të vazhdueshme, sepse jeta vepron për neve dhe na ofron neve sfida që ne nëpërmjet sfidave të rritemi të bëhemi më të mirë, më të suksesshëm. Edhe një gjë tjetër është se ne aftësohemi dhe mjeshtrohemi që të shfrytëzojmë potencialin të cilin ne e kemi sjell për vete në favor të vetes dhe të komunitetit aty ku jetojmë dhe veprojmë. Dhe mandej, një gjë tjetër, dhe kjo është shumë mistike, ju mungon shumë njerëzve kjo, është se nëpërmjet heshtjes, ti në një moment të caktuar, kur do qetësohet mendja në një nivel absolut të qetësisë, do të dëgjosh shpirtin tënd se si flet me ty. Ashtu siç na thonin edhe mistikët, në një heshtje të thellë, në një qetësi absolute, do dëgjosh një zë që flet me ty. Mario kjo është për Marion. Por nuk ka fjalë, nuk përdorën fjalë dhe ai është shpirti jot. Qetësia është gjuha e Zotit. Gjithçka tjetër është një përkthim i keq. Në heshtje dhe në qetësi të thellë, ti do kuptosh se ti si qenje njerëzore, ke mundësi të lidhesh me hinoren, të lidhesh me Zotin, i cili është brenda teje dhe jo dikundi jashtë teje. Ti do kuptosh se nuk e qeni ndar asnjëherë nga Zoti dhe ke në mënyrë të vazhdueshme një suport konsistent për atë se çfarë don ti të bësh. Dhe do ndodh diçka shumë interesante. Ti do fillosh ta jetosh të vërtetën tënde. Ti do ta nxjerrësh në sipërfaqe atë pjesën autentike. Dhe një nga detyrat elementare e ardhjes tonë në këtë planet është ta jetojmë autencitetin tonë. Dhe një njeri që jeton autencitetin e vet, origjinale, atë që ai është në të vërtetë, ai njeri nuk ka frikë se do ketë sukses, nuk ka frikë se do ta kopjojë dikush, nuk ka frikë se do ta pengojë dikush, sepse ai e din se e ka mbështetjen e hinorës, mbështetjen universale për të bërë një krijesvepër, sepse ne kemi ardhur si krijesvepra dhe uroj që këtë ta kuptoj secili dhe të përfundojmë si krijesvepra. Unë krijesvepër 3 ditë dhe 7 ditë heshtje, deri tani e kanë bërë diku mbi 700 shqiptar nga mbar bota, ka rezultuar si i tillë. E ka dëshmuar veten se është një nga çelësat kryesor për ta mirëmbajtur shëndetin mental.